e nderuar Edlira, si psikologe, ju keni përvoja të ndryshme jetësore edhe në aspektin profesional ose në aspektin tjetër si çdo njeri tjetër. Nga pikpamja psikologjike, ka gjykatësie po të tillë edhe në aspektin thjesht psikologjik për varfëria që ka pasoja të jashtëzakonshme, pra nuk është mos ta themi që, varfëria, unë nuk du t'jemi varfër dhe është i fjalë goje, por që ndërlidhet ose e gjesh shprehjen pikërisht te kjo lutje, pra mosbesimi, ka lidhje me fjalë? Pa ju referuar, pa pas referencë të qartë fetare. E qartë. S'par ju falenderoj dhe njërë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të ndjesh këtu në studion Nektar. Në fakt, tema është shumë interesante dhe mbase përbri profesorit, unë mund t'jem një zë shumë i vogël për ta shtjelluar. Megjithatë, do përpiqem në mënyrë modeste t'jap dhe unë atë kontributin tim. A ka lidhje varfëria me anën e besimit apo jo, në aspektin psikologjik, në aspektin social? Në psikologji është e njohur shumë mirë një termi i hierarkisë nevojave. Dhe shumë bukur varfëria do t'ishte më aty ke baza, ku njeriu ka nevojë thelbësore të përmbushë gjithë ato instiktet e vet për mbijetesë, përpara se të kaloj pastaj në çdo etapë tjetër, cilat e ngren atë rreth anës intelektuale dhe anës shpirtërore deri te më e larta që është kuptohet besimi në një hyrni, që është besimi në njëshmërinë e Zotit. Në këtë aspekt unë mund të sjell shembuj pafund. Mund të them që personalisht nga eksperjenca ime, duke qenë se kam punuar vazhdimisht si koordinatore në një qendër sociale dhe kulturore. Kam vënë re për shembull në projekte që kemi pasur ne me jetimët. E marr si shembull sepse projekti i jetimëve është diçka që kushdo mund ta përfitojë shumë kollaj. Kuptohet që projekti i jetimëve çfarë synon në fakt? Në vetvete synon që atyre t'i ofroj një mbështetje financiare dhe një mbështetje morale. Për shkak të primimit që ka Do me thënë, i jepet një ndihmë për shkak se atyre ju mungon një figurë shumë thelbësore në familje që do t'i asiguronte të ardhur, pavarësisht se nuk synohet, do me thënë, pavarësisht dëshirës mirë nuk mundesh dot kur ta plotësosh gjithë nevojën. Ama çfarë? Gjithmonë ne kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme. Përpara se t'i jepet ana materiale, këtij fëmijës apo kësaj familje, përpiqemi që mbi të gjitha ti parashtrojmë një vlerën e mirësisë dhe të njerëzillëkut. Tani nëse unë do shkoj dhe t'i jap atij një anë materiale dhe nga ana tjetër do t'i flas për besimin kështu that fare, do thotë zonjë di s'është puna, unë kam më shumë halle dhe kam më shumë gjëra për të cilat më duhet vrapoj dhe të rënë dhe të siguroj ditën e fëmijëve dhe ti kupton që ti nuk duhet të zhvishesh komplet nga ajo ana teorike e bukur që ti lexon në libra. Pavarësisht, unë nuk vën dyshim fare dhe as nuk e çoj në mend, hadithet e profetit Muhammed a.s. janë fantastike, janë shumë bukura. Duhet që shumë mirë secili nga ne t'i marrë si parime personale ato për të orientuar drejt përçimit vlerave. Fjala konkretisht ke ky target group. Në këtë aspekt, ku është problematika dhe ngërçi që krijohet në së brendshmi tek njerëzit përballë varfërisë dhe besimit? Njerëzit janë shumë friksuar nga e nesërme, çfarë i pret ato. Ashtu siç mund një pjesë e mirë e tyre të jenë pengë asaj çfarë ka kaluar dhe kjo e kaluar mbase mund të jetë e vështirë, e varfër, po themi, dhe nuk i lën ato dot që të ndërrojnë për gjëra të bukura, apo në psiqikën e tyre ato thonë nuk kam kohë unë të merrem me besimin. Ndërkohë që ne si besimtarë dim shumë mirë që mjafton të përmendim çështën e kaderit të Zotit, që çdo gjë është e përfunduar në këtë botë. Ti e thjesht një aktor në këtë botë ku përpiqesh sa më shumë të investosh për jetën tjetër. Në këtë kontekst, nëse njeriu arrin që të mbushë zemrën e tij me besimin që Zoti ka përgatitur më të mirën për mua, ai do të ndihet shumë i pasur edhe pse mund të jetojë në një shtëpi shumë modeste, shumë thjeshtë. Pritime materiale. Ama është e rëndësishme shumë që çfarë përcjell ky element fetar tek psiqika e njeriu. Unë nuk kam se të jem penga as të shkuarës, as të nesërmës. Ajo që është ime është dita e sotshme dhe unë duhet luftoj fort, bëj më të mirën time për të ditë. Çdo gjë tjetër pastaj është sukses për Zotin. Mirë, le të bëjmë një pushim të shkurtër, është momenti për publicitet.